Hajde sa bekim, sa gëzim. Ja përsëri bashk, e dielën e dytë e vitit. Nuk e di a keni mbaruar baklavan, po besoj se po. Gëzuar dhe njerë për juve që nuk jemi i parë, qoftë ky vit i ardhjes së Zotit, së pari njerë le t'ju a them këtë, pastaj Zoti bekoft jetën tuaj, si shtuhet në fjalën e Perëndis, në çdo aspekt, ashtu si shtuhet tek një nga letrat e Gjonit, është një bekim që ne kemi mundësi të mblidhemi, sot edhe unë me zipres, në fakt. Sepse në të vërtet nuk ka moment më të mirë, besoj unë të paktën, për të folur për ardhjen e Zotit, se sa një fillim viti. Ka vite që flitet për ardhjen e Zotit, edhe sinqerisht nuk e dim kohën eksakt se kur Jezusi do të vi. Por ama ai do të vi një ditë. Kjo është e sigurt. Edhe unë besoj që secili prej nesh ka nevojë të di në fakt se çfarë duhet bëj derisa Jezusi të vi. Edhe le ta lë në sfond këtë pasazh të shkrimit, sepse këtë do të studiojmë sot. Edhe unë do të them disa fjalë në fakt në lidhje me këtë shpresë të madhe që ne presim. Tani ka tallës në botën që ne jetojmë. Për shembull, letra e dytë e Pjetrit, e cila është shkruar se si mund t'i shërbejmë Zotit ne në rrethana të vështira. Ai flet aty në kapitullin 3 dhe janë vargjet e para të kapitullit 3, flet për tallësit. Vinë re. Të cilët do të thonë, po ku është premtimi i ardhjes së tij? Edhe në fakt ne jetojmë në cakora sot ku njerëzit janë të pandjeshëm edhe më shumë ndaj Zotit, ndaj moralit, ndaj vlerave, edhe ndaj vlerave të së vërtetës, të drejtësisë. Edhe kjo na bën të mendojmë pak, pse o Zot, është një situatë e tillë. Në fakt, Zoti ka folur për këtë në fjalën e tij dhe nuk duhet të na vijë çudi, po shpeshherë si njerëz gjendemi në këtë lloj impasi. Edhe mendojmë dhe themi, po çfarë po ndodh kështu? Sepse ka tallës në fakt. Unë nëse do t'i kategorizoja tallësit e kohëve moderne, do të rendisja së pari, do thosha skeptikët, janë ata që dyshojnë ardhjen e Zotit. Në fakt ekzistencën e tij, po edhe ardhjen e Zotit. Janë hedonistët, ata pikërisht të cilët dëshirojnë të ecin pas ndjenjave, pas pasioneve dhe dëshirave të tyre të mishit. Janë ata cilët do t'i quajë të paditurit e vullnetshëm, ose mbase dikush fyet, po t'i quajë ignorant, të vërtet me dashje. Ata duan të lënë mënjan fjalën e Zotit, duan të lënë mënjan të vërtetën. Edhe janë edhe ata që quhen naturalist, të cilët thonë që Zoti nuk ka ndërhyrë ndonjëherë, edhe që në çështjen e krijimit, këtu përfshihen edhe evolucionistët me qira fjala, po thonë edhe Zoti nuk ka për të ndërhyrë më. Njerëz të cilët jo vetëm që nuk e mendojnë Zotin, nuk mendojnë për Zotin, por nuk mendojnë as se çfarë do të ndodhë me jetën e tyre një ditë. Edhe ja lënë rastësisë, edhe tallen, ka prej tyre që tallen me shenjtërinë, tallen me drejtsinë. Në botën ku jetojmë sot, edhe kjo është për të ardhur keq. Do të ketë tallës, edhe tallës ka plot. Pyetja nuk është se kur do të vijë Jezusi, më saktë. Por pyetja e vërtetë që ne duhet i bëjmë vetes është çfarë duhet të bëjmë ne? Si do të na gjejë ai, me fjalë të tjera? Kur të vi? Kur të kthehet? Ju të gjithë jeni të ditur, ose le të them të njohur me faktin që fjala e Zotit është e vërtetë. Amen? Edhe ashtu si kundër, për shembull, do të bëja një analogji fizike, ku ne në shtëpitë tona, kur presim një mik apo dikë të cilin e vlerësojmë, nderojmë, apo njërin prej të afërmëve tanë, apo kushdo që të jetë, e rregullojmë shtëpinë. Apo jo, përgjithsisht, shikojmë ato që me merimangat, njerë nuk besoj që ka arritur në këtë nivel shtëpia, po do të sistemojmë gjitha, do të fshim, do të pastrojmë, do të rregullojmë gjërat që janë jo në vendin e duhur, sepse dikush do të na vi. Mendoni pak, mbreti i mbretërve do të vi. Edhe si është shtëpia, le të them, jon, pra jeta jon, si është përpara tij. Dhe kjo është ajo për cilën do të flasim sot, sepse Pietri, në fakt,
Ai në këtë letër po jep si thua testamentin baritor të tij. Ai ka shumë dashuri për njerëzit e Perëndis, edhe kjo është një këshill ku ai u thot atyre që di si është puna, ja se si duhet të jetoni juve derisa Jezusi të vi. Sepse ardhja e tij është e sigurt, po ja se si duhet të jetoni juve. Edhe ta dini që ne një ditë do të dalim përpara Perëndis. Edhe pasazhi do të shohim sot dhe do të lexojmë sot flet për shenjtërinë e Perëndis. Flet për atë që Jezusi do të bëjë kur ai të kthehet. Edhe le ta them konkretisht që ky pasazh flet për ardhjen e dytë të Krishtit. Ardhja e dytë e Krishtit përfshin ditën e Zotit apo jo, që është ardhja e dytë, po përfshin edhe fundin e periudhës 1000 vjeçare. Edhe pikërisht këto ngjarje që ne do të lexojmë sot i referohen konkretisht nga ana profetike, ngjarjeve në fund të periudhës 1000 vjeçare. Le ta lexojmë bashkë këtë pasazh. Le ta lexojmë bashkë. Po, le të them edhe dy fjalë, sepse këto janë shumë të rëndësishme, para se t'i futemi këtij pasazhi. Besimtarët në atë kohë ishin të lodhur, sepse bota ushtronte presion. Jo vetëm që njerëzit talleshin me besimtarët, por ishte një presion nga njerëzit që dyshonin, ishte një presion nga ata që ishin në krye, pushtetar, kishte presion nga ata që ishin punëdhënës, edhe për dëshminë e Krishtit, edhe besimtarët në atë kohë vërtet ishin të lodhur. Edhe Pietri thotë, di si është puna, ju keni nevojë të dini se çfarë do të ndodhë. Ju keni nevojë të kuptoni se çfarë do të ndodhë. Dhe thuhet tek letra e dytë e Pietrit kapitulli 3. Por ne sipas premtimit të tij presim, vini re këtë fjalën, presim qiell të rinj dhe tokë të re. Zoti thot në fjalën e tij përmes apostullit Pjetër që ne presim, ne jemi në pritje. Edhe pritja është e sigurt, do me thënë, ajo gjë që presim, le ta them kështu, është e sigurt dhe ka për të ndodhur. Presim qiell të ri dhe tokë të re në të cilët banon drejtësia. Sa e bukur që është fjala e Perëndis. Ne presim që këto gjëra të ndodhin, ta dini që nuk janë mit, nuk janë filozofi, nuk janë prallë, por ne i presim këto gjëra që të vinë sepse Zoti na ka premtuar sipas premtimit të tij. Prandaj të dashur, duke i pritur, ja ku e kemi. Duke i pritur këto gjëra, thot, jeni të zellshëm, të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe, dhe zemërgjerësinë e Zotit ton llogariteni si shpëtim, sikurse ju ka shkruar edhe vllai ynë i dashur Paul, sipas urtësisë që ju dha atij, si edhe në të gjitha letrat e tij ku flet për këto gjëra, në të cilat disa gjëra janë të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë, sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për humbjen e vetë të tyre. Ju pra të dashur, duke i ditur që përpara gjitha këto që sapo tha Pietri, ruajuni se mos të tërhequr nga gabimi të pabezëve, bini poshtë nga qëndresa juaj, por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Atij qoftë lavdia tani dhe përjet. Amen. Le të lutemi pak, se besoj se kemi nevojë. O atë faleminderit për këtë mëngjes. Lutem Zot ta bekosh fjalën tënde në zemrat tona. Ne kemi nevojë Zot që ta shikojmë veten vërtet në pasqyrën e fjalës tënde. Edhe Zot na trego se si duhet jetojmë derisa ti të vish. Faleminderit për këtë kohë në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Shpresa jonë nuk është një ëndër shpirtërore, por një realitet i ardhshëm që duhet të formsoj jetën tonë si besimtar. Në fjalën e Perëndis, ju e dini shumë mirë që Titi flet për shpresën i cili do të vi. Edhe po ta lexoj vargun te letra e Titit, kapitulli 2 dhe vargu 13 thuhet duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdisë të Madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Edhe duke ditur që Krishti do të vi, kushdo që e ka këtë shpresë, thot apostulli Gjon, kushdo që e ka këtë shpresë, kjo është shpresa që do të shfaqet Jezusi, le ta pastroj veten, siç është i pastër ai. Zoti është i pastër. Edhe me që ai është i pastër, ne duhet jemi të pastër. Edhe janë një ndër gjërat që ne shohim se si duhet të jetojmë derisa Jezusi të vi. Së pari me syt tek premtimi. Ne lexuam në vargun 13 që kemi premtim nga Zoti. Edhe premtimi i tij është me të vërtetë i mrekullueshëm. Por para se të lexojmë vargun 13 dhe një herë ta shohim, shikojmë në kontekst se çfarë thot Pietri disa vargje më sipër.
Dhe dita e Zotit do të vi si një vjedhës natën. Atë ditë qejtë do të shkojnë me krismë, por elementët do të shpërbëhen nga të nxehtit dhe toka dhe veprat që janë në të do të digjen krejt. Në qoftë se pra, të gjitha këto gjëra do të shpërbëhen, sa e shenjtë dhe e perëndishme duhet jetë atëherë sjellja juaj. Shikoni si shprehet Pjetri, çfarë fjalësh që gjën. Në fakt ai ishte një peshkatar i parësimuar, nëse mund ta them kështu, ashtu siç lexojmë në fjalën e Perëndis. Edhe shikoni se çfarë fjalësh përdor ai. Elementët do të shpërbëhen nga të nxehtit dhe toka dhe veprat që janë në të do të digjen krejt. Interesante. Fjalë vërtet të rënda të vështira, kur i lexon dhe thua, ore po si është kjo punë? Vërtet do t'i bëj Zoti këto që thot në fjalën e tij. Shikoni, një emër tjetër ose një titull tjetër i ngjashëm me këtë që lexoni, aty do të ishte mos humb syt, mos humb kurr nga syt, le të them, destinacionin tënd. Një ditë Jezusi do të vi. Edhe kjo është e vërtetë. Ai do të sjellë një realitet të ri të përjetshëm. Kjo duhet na jap prioritete ndryshe nga bota. Njerëzit sot jetojnë për momentin, jetojnë për fiziken, për atë që është e dukshme, ndërkohë që fjala e Zotit na e bën të qartë që thesaret e kësaj bote do të treten, ndërsa ato që na presin janë shumë më madhështore dhe janë të përjetshme. Prandaj, sfidohemi ta jetojmë jetën në dritën e përjetësisë, ta investojmë kohën, energjinë, pasurinë tonë në ato gjëra që kanë vlerë të përjetshme, dashuria për Perëndin dhe të afërmit, ungjillizimi, veprat e mira, shërbesa, karakteri perëndishëm. Sigurisht që nuk duhet neglizhojmë përgjegjësitë tona toksore, familja, puna, nuk diskutohet, edhe këto janë pjesë e thirrjes tonë, por do të thotë që t'i kryejmë ato me zemër të kthyer nga Zoti dhe me integritet, vëllezër motra, sepse një ditë ne do t'i japim llogari përpara Zotit. Edhe ajo që Zoti kërkon është jo që ne të mbijetojmë këtu poshtë, por për të jetuar, për të përgatitur për aty lart dhe në përjetësi. Prandaj te letra e dytë e Pjetrit, shikoni me vëmendje. Vargu 12, vazhdojmë në vargun 12 thotë, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës Perëndis, për shkak të secilës qejt marrin flak dhe do të shpërbëhen dhe elementët të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Interesante. Nga ana shkencore, kjo nuk u bë mundur deri në luftën e dytë botërore, apo jo? Me disa bomba nukleare që u hodhën. Interesante. Po shikoni çfarë fjalësh ka zgjedhur apostulli Pjetër për të treguar atë që do të ndodhë me tokën, me qejt. Interesante. Po duke pritur ardhjen, thot, e ditës Perëndis. Do të vi, është e sigurt. Ne presim. Presim sepse do të vi. Edhe çdo besimtar duhet ta pres me padurim dhe ta dëshiroj kthimin e Zotit. Për botën do të jetë të tmerrshme një gjë e tillë, por për ne si besimtar ne duhet ta dëshirojmë domethënë ardhen e Zotit. Ashtu si të kemi atë lutjen e Gjonit tek fundi i librit të zbulesës që thotë, po, eja, Zoti Jezus. Edhe kur ne dim që Jezusi do të vi, atëherë kemi mundësi që edhe provat, ose le ta them kështu, kemi mundësi që të gëzohemi, të kemi gëzim, edhe në mesin e sprovave, sepse dim që më e mira do të vi. Zoti do të vi. Edhe ne presim me padurim takimin me shpëtimtarin. Kur ne presim me padurim, atëherë ky gëzim, si thua, sfumon trishtimin në provat tona dhe marrim vendimet e urta që nderojnë Zotin. Dini çfarë? Një ditë, gjithçka që është e dukshme do të shpërbëhet, do të zhduket. Edhe ne flasim sot për zhurma të mëdha, për shpërthime të mëdha, për vullkan që shpërthejnë, për zhurma, ku diun, planetare, supernova, ku dëgjon, flasim për shpërthime të tilla që dëgjojmë dhe lexojmë qoftë nga shkenca apo në media që i shfletojmë apo i lexojmë apo i shohim, sido që të jetë, por të gjitha këto shpërthime për cilat ne flasim edhe dëgjojmë do të jenë si fishek zjarr, krahasuar me atë shpërthim që Zoti do t'i bëjë universit një ditë. Dakor, thjesht për të menduar pak.
se çfarë do të ndodhë. Edhe me të vërtet, një ditë i gjithë universi do të digjet. Sa do të çmendur që të duket kjo. Ndërkohë që e dëgjojmë sot apo e lexojmë nga shkrimi. Le t'ju them që makina do të digjet, makina jote, shtëpia jote do të digjet, llogaria jote bankare do të bëhet hi. Vjen keq se po trishtohesh, shoh të njërin që është vërtet do të ndodhë kjo. Në fakt gjithçka do të zhduket. Arsyeja pse Pali, kjo është arsyeja pse Pali tha për shembull te letra e 2 të Korintasve, nuk e di pse se kam këtë varg, po le t'ju u mërzitë për llogarinë bankare, ë? Jo, më jo. Te letra e 2 të Korintasve, kapitulli 4 dhe vargu 18 thotë, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt, thot Pali, ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Janë të përjetshme. Edhe vërtet, prandaj Jezusi kur para se të largohej nga dishepujt, unë po shkoj tha t'ju përgatis një vend. Sot njerëzit duan të gjejnë një vend në botë, një shtëpi më të mirë, një makinë, të kenë një makinë më të mirë, të kenë një vend më të mirë. Dhe Jezusi tha, e di si është puna, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Edhe te letra e parë e Korintasve kapitulli 3, ai thotë që në frymëzimin e frymës shenjtë apostulli Paul thot fjalët e Perëndisë, ai thotë që e di si është puna, mblidhni për juve, mblidhni pra që të keni argjend edhe gur të çmuar. Edhe jo dru, san, bar, edhe kasht, sepse do të digjen. Zoti është zjarr që konsumon. Edhe kush mund të qëndrojë përpara Perëndisë? Çfarë gjërash janë të përjetshme? Ku duhet ta fokusojmë ne jetën tonë? Te letra e 2 të Pjetrit, shikoni pak, ashtu si thot Pjetri këtu që gjërat do të digjen një ditë. Jezusi na thotë te Mateu 6 që mblidhni thesare aty ku nuk depërton vjedhsi. Amen? Ku nuk i bren tënja dhe edhe ndryshku. Ne kemi folur për këto gjëra. Prandaj na drejton syt. Edhe thot, por ne sipas premtimit të tij presim qej të ri dhe tokë të re në të cilët banon drejtësia. Sa e mrekullueshme do të jetë. Njerëzit sot janë të shqetësuar për shkak të padrejtësive, për shkak të konkurrencës pandershme, për shkak të mëkatit, për shkak të paudhësisë që mbretëron gjithandej, për shkak të korrupsionit, edhe shumë gjërave të tilla, edhe gjithçka lidhet me drejtësinë. Sa i takon këtyre gjërave që unë përmenda? Ne presim, thot Pjetri, ta dini. Ne presim që kjo të ndodhë. Ne presim që Zoti të bëjë diçka të re. Edhe Pjetri na kujton shpresën tonë të madhe se ai ka premtuar një qiell dhe një tokë të re. Ju mund thoni, po egzageron pak sepse duket sikur po shohim ndonjë film fantashkencë. Jo, në fakt nuk është kjo. Ta dini që një qiell dhe një tokë të re Zoti do ta bëjë ku nuk do të ketë mëkatar, por drejtësi. Dhe bota është fokusuar te kjo botë sot. Bota i ka sy te kjo botë që do të zhduket. E shikoni ku ka arrit teknologjia, thon? Shikoni se çfarë celulari ka dalë së fundit. Shikoni se sa e mahnitshme është inteligjenca artificiale. Shikoni se çfarë po ndërtohet, shikoni se çfarë gradaçele, shikoni se ku ka arritur shkenca, shikoni se çfarë po ndodh me jetën e njerëzit, shikoni se ku ka arritur kjo, ku ka arritur ajo, edhe janë kaq të obsesuar me këtë botë. Ndërkohë që Pjetri kujton premtimet e fjalës Perëndisë. Ju mund thoni ku janë shkruar këto premtime? Tek libri profetit Isaia, ja ku e kemi premtimin, sepse ja, unë krijoj qej të rinj dhe një tokë të re. Doni premtimin? Ja. Apo unë nuk e besoj, është premtim. Ja ku e keni të shkruar në Vjatën e Vjetër. Unë krijoj qej të rinj dhe një tokë të re dhe gjërat më pashme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vinë më në mendje. Dhe me vizionin e apostullit Gjon, shikoni tek libri i Zbulesës, kapitulli 21 dhe vargu i parë, dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dhu i parë shkuan dhe deti nuk është më. Nuk është më. Shpresa jonë nuk është iluzion. Është e themeluar në premtimin e Perëndisë. Ti mund thuash nuk e kam parë ende sepse nuk ka ardhur koha. Por shpresa jonë është e themeluar në premtimet e Perëndisë. Kjo botë e re e drejtësisë do të jetë plotësimi i planit të Perëndisë, ku e keqja do të ekzistojë më dhe Zoti do të banojë me popullin e vet, dhe të presësh diçka të tillë do të thotë jetosh me sy të drejtuar nga e ardhmja. Do të thotë që ne presim që Zoti të bëjë diçka të mrekullueshme. Që të jap fund paudhësisë.
që drejtësia të mbizotroj, që plani i tij të shpaloset në kombe. A nuk thuhet tu te Isaia kapitulli 9 që thuhet një fëmijë na ka lindur, një djalë na është dhënë, mbi supet e cilit do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Ati i përjetshëm, Princi i paqes, Perëndi i fuqishëm, mbi supet e cilit do të mbështetet perandoria dhe ajo nuk do të ketë fund kurrë. Mendoni ju që Zoti nuk është ish Zoti ta bëjë një premtim të tillë? Isaia 9 lexojeni këto vargje. Flet për planin e Perëndis për universin. Jo thjesht për lindjen e Krishtit dhe ardhjen e dytë të tij. Sepse Zoti është Zoti i universit, është Zoti i krijimit prandaj. Pietri thot ne presim diçka të re, që të ri, një tokë të re. Nuk jemi më të lidhur me këtë botë, nuk jemi që ne jemi qytetarë të përkohshëm të kësaj bote. Ecim në këtë botë, por nuk ecim me shpresën e kësaj bote, por me shpresën që Zoti na ka premtuar. E në fakt, a jetojmë në jetën si dikush që pret me të vërtet Krishtin? Apo jemi bërë komod, kemi ndjemi rahat, le ta them kështu, me gjendjen dhe botën ku jemi. Besimtari vërtet nuk friksohet nga ardhmja, sepse e di kush po vjen. E di kush po vjen. Edhe jo vetëm që të jetojmë me syt tek premtimi, por të zellshëm për një dëshmi të pastër. Të zellshëm për një dëshmi të pastër. Apostulli Pjetër thot, prandaj të dashur, duke i pritur këto gjëra. Vini re aty, shikoni me vëmendje, thot, jini të zellshëm, të jeni përpara Tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. Si një nuse që përgatitet për ardhjen e dhëndrit. Vishet me fustanin e bardhë dhe ta dini që nuk ulet në balt. Me fustanin e saj të bardhë. Por është gati. E pa njohur dhe pa tmet në sytë e tij. Kjo është figura. Prandaj thot, jini të zellshëm të jeni përpara Tij për një jetë të shenjtëruar, sepse Krishti do të vijë. Edhe kjo nuk është një pritje pasive. Është aktive përkundër kësaj që mendojmë ndonjëherë, dhe konteksti këtu është gjykim, është jini të zellshëm të dilni përpara Tij. Zoti do të vijë e do të na shohë. Si do dalim përpara Tij? Si do të jemi përpara Tij? Si do dalim? Vërtet. Punoni fort, studioni, sakrifikoni, them studioni se do t'i referohemi fjalës Perëndis pastaj po. Ideja e të qenit të zellshëm përmendet në fjalën e Perëndis shpesh herë. Shikoni se çfarë do thotë jesh i zellshëm. Kur Pietri thot aty që ne presim, nuk do thotë që ne rrim kështu apo të jem këtu që të marr kamera, jo, s'ka problem. Nuk do thotë që ne rrim kështu edhe thjesht presim. Jo, pritja jonë është aktive. Është aktive. Shikoni se cilët janë njerëzit e zellshëm, si përshkruhen në fjalën e Perëndis këta që janë të zellshëm. Edhe thotë, kush punon me dorë për tacë varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën pasurohesh. Është tek fjalë të urta. Njerëzit e zellshëm. Dora e zellshmit do të sëndojë, por dora për tacë do t'i nënshtrohet punës detyrueshme. Njerëz që kanë zell, që nuk rrin në mënyrë pasive. A ke parë njëri të papërtueshëm në punën e tij? Ai do të qëndrojë në praninë të mbretit, nuk do të qëndrojë para njerëzve të humbur. Është njëri i papërtueshëm. Është i zellshëm. Është i zellshëm. Zelli ka një pagë. Nuk diskutohet. Prandaj, çfarë pret Zoti eksaktësisht kur ai të vijë? Në këtë zell, jini të zellshëm, thotë, duke i pritur këto gjëra. Një botë të re, pa mëkat, një botë në drejtësi, tokë dhe qiell të ri, qej të rinj. Jini të zellshëm, të jeni përpara Tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe, sepse të gjitha ato gjëra që i shikoni sot në botë nuk do të jenë një ditë. Nuk do të jenë një ditë. Gjykimi për botën do të vijë.
por ju duhet jeni të zelshëm, të jeni përpara Tij të papërlyer, të paqortueshëm në paqe. Le të shohim me radhë. Të papërlyer. Efezianët kapitulli 6, Efezianët kapitulli 5, vargu 26-27 që ta shenjtëroi thot, duke bërë fjalë për burrin dhe gruan në analogji me martesën e Krishtit me kishën. Edhe thot që ta shenjtëroi pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta paraqes atë përpara vetes tij si një kishë të lavdishme, pa njolla, arrudha, ndonjë gjë të tillë, por që të jetë shenjtë dhe e paqortueshme. Shikoni, kur ne lejojmë fjalën e Zotit të depërtojë brenda nesh, ai është një agent pastrues. I jashtëzakonshëm. Na pastron mirë, na bën atë lavazhin e brendshëm të jetës tonë edhe kjo gjë do të shfaqet, do të përshfaqet jashtë në jetën tonë, në sjelljen tonë, në jetën tonë, sepse Zoti na ndryshon nga brenda jashtë përmes fjalës së Tij. Edhe ai na pastron, edhe ne jemi kisha e Tij dhe duhet të dalim kështu. Edhe kjo ka një sens praktik, shpirtëror. Besimtari duhet punojë për të mbajtur një dëshmi të pastër. Po shikoni, në kontekst, zbatimi është shumë praktik. Thot Timoteut, në kapitullin 6, letrën e parë të Timoteut, në fillim fare thot Timoteut, disi është puna përqafo drejtësinë. Largohu nga pasionet rinore. Ndiq Zotin, luftoje luftën deri në fund. Bëj atë që i pëlqen Zotit. Edhe diku më lart thot sepse lakmia përpara është rënja e gjitha të këqijave. Po ti ndiq Zotin. Edhe thot që ti ta ruash këtë urdhërim pa njoll, pra jeta jote ta tregoj, ti jesh i pastër në zbatimin e këtij urdhërimi, të paqortueshëm, derisa të shfaqet Zoti ynë Jezu Krisht. Sepse Zoti do të shfaqet, amen, do të vi. Është e sigurt një gjë e tillë, që Jezusi do të vi, shpresa do të shfaqet. Ai do të vi, edhe Bibla flet për këtë gjë. Jo vetëm kaq, por të paqortueshëm. Letra e parë Korintasve, ja ku e kemi, të kapitulli i parë dhe vargu 8 thuhet, i cili dhe do ta vërtetojë deri në fund që të jeni të paqortueshëm në ditën e Zotit tonë Jezu Krisht. Pra, kur Jezusi të vi, dita e Zotit është kur ai të kthehet, dita e Krishtit. Bibla flet për këtë gjë. Përndryshe pse Zoti na thot që jeta juaj duhet të jetë e tillë. Sepse ne do të dalim një ditë përpara Tij. Edhe ai do të na gjejë të tillë, të papërlyer. Ta pastrojmë veten. Ju kujtohet kur flijoheshin, bëheshin flijime në dhjetën e vjetër, ato kafshë që merreshin për flijim, duhet të ishin një kërkesë që kërkoi për to ishte që të ishin të patëmeta, apo jo, është kështu? Të patëmeta. Dhe kjo ka një kuptim simbolik për jetën tonë sot. Që ne duhet jemi të tillë, të papërlyer, të panjoll, të patëmet në ardhin e Zotit. Kjo është dëshira e Perëndis, pa hipokrizi, pa mashtrim, pa kompromis. Filipianët, kapitulli 2 dhe vargu 14-15 thotë, bëni gjithçka pa murmurite dhe pa mëdyshje, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bitë Perëndis të patëmet, në mes të një brezit dredharak dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtarë në botë duke mbajtur lart fjalën e jetës. Kjo është fjala e Zotit, edhe kjo është dëshira e Perëndis. Në paqe gjithashtu, shikoni. Edhe ne dimë që në Bibël ekziston paqja me Perëndin dhe paqja e Perëndis. Një njeri që shpëtohet bën paqe me Perëndin. Dhe kur ke paqen me Perëndin, mund të kesh paqe me të tjerët, është paqja me njerëzit, po e para është paqja me Perëndin. Edhe çfarë do të thotë kesh paqe me Perëndin? Do të thotë që derisa Jezusi të vijë, ne jetojmë të pajtuar me Zotin. Vazhdimisht rrëfejmë mëkatin ndaj Tij. Kemi marrëdhënie me të, kemi paqe me Zotin. Kjo u bë përmes gjakut të Krishtit nga ana e pozitës, po nga ana praktike ne kemi nevojë që të kemi këtë lloj pajtimi të vazhdueshëm me Zotin praktikisht, sepse ne jemi mëkatarë dhe duhet të rrëfejmë mëkatin tonë, duhet kemi një jetë në paqe me Zotin. Të mos lejojmë disiplinën e Zotit që të na zdrugas, i themi në gjuhë popullore. Por të themi Zotit, Zot, jam dakord me atë që ti thua në fjalën tënde. Edhe unë dua të eci ashtu.
Prandaj te Romakët kapitulli 5 dhe vargu i parë thuhet të drejtësuar pra prej besimit kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Ai e bëri të mundur. Ne ishim armiq të Perëndis, ai na pajtoi me veten e tij përmes Krishtit. Po me që duhet jemi të zellshëm, ja çfarë duhet të bëjmë pas shpëtimit, një lloj praktike që duhet të ndjekim. Romakët 12:18 thotë po të jetë mundur ai sa varet për ju thotë jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Jetoni në paqe. Çfarë do të thotë kjo? Që paqja me Zotin shfaqet dhe në paqen me njerëzit e tjerë. I lutem, kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Të falim ata që kanë gabuar, të kërkojmë falje kur ne kemi gabuar, të shmangim konfliktet e panevojshme, të kërkojmë të jetojmë në paqe me të gjithë sa të varet nga ne. Prandaj Romakët 14 dhe vargu 19 thotë le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Ne duhet jemi në paqe me Zotin, në paqe me njëri tjetrin. Ky është vullneti i Perëndis. Në fakt, paqja me njëri tjetrin dhe paqja me të gjithë njerëzit është një ndër pjesët e frytit të frymës, po ta lexoni me vëmendje. Sa e rëndësishme që është paqja. Nusja që pre dhëndrin, kështu duhet jetë, përgatitur, zgjuar, e pastër. Shikoni një gjë tjetër që thot Pjetri, derisa Jezusi të vi, e kemi atë premtim, përdoreni kohën për misionin dhe zemërgjerësinë e Zotit ton thot llogariteni si shpëtim, sikur se ju ka shkruar edhe vllai ynë i dashur Paul sipas urtësisë që ju dha atij. Zot, pse po vonohesh kaq shumë? Çfarë po pret? Mendova që do të vije kur unë të pranova ty si Zot dhe shpëtimtar pas disa ditësh. Po pse nuk e ardhur? Pse ka kaluar kaq kohë? Pse nuk po vjen Zot? Durimi i Zotit është në shërbim të shpëtimit të njerëzve. Kjo është përgjigje. Aspekt shumë i rëndësishëm pse po vonohet Jezusi, pse nuk po kthehet ai, që njerëzit të shpëtohen. Ky durim i Zotit nuk është për shkak se i ka haruar premtimin, siç mund të mendojnë njerëzit, por për shkak të mëshirës së tij. Ai u jep mundësi shumë njerëzve që të shpëtohen. Durimi i Zotit baraz me dikush shpëtohet, nëse mund ta shpreha në një formulë me barazim. Prandaj, edhe kjo nuk do të thotë që përfundimisht, nëse ne presim gjatë mjaftueshëm, atëherë çdo njeri do të shpëtohet. Nuk do të thotë kështu që ne do të presim gjatë që çdo njeri të shpëtohet. Jo, në fakt Zoti nuk e përmend një gjë të tillë, po ajo që po thotë është që për sa kohë që jeni gjallë, edhe merrni frymë. Jezusi ju jep një shans për të shpëtuar. Ky është kuptimi i kësaj. Prandaj nuk është kthyer. Le ta predikojmë këtë gjë. Prandaj te letra 2 të Pjetrit, shikoni me vëmendje kapitulli 3 dhe vargu 9, disa vargje më përpara thotë Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç mendojnë disa si të ishte vonesë, por është zemërgjer ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Ai do që të gjithë të vinë në pendim. Kujtohet e letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3 dhe vargu 20 në kohën e Noeut, që dikur nuk bindeshin njerëzit, dikur kur zemra e gjerë e Perëndis i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtoi arka, në të cilin në cilën pak gjësej 8 shpirtra shpëtuan nëpërmjet ujit. A nuk ishte Noeu predikues? A nuk thoshte që do të vijë gjykimi i Perëndis? Ja ku është arka? A nuk duroi sa kohë ju desh Noeu të ndërtonte arkën? Edhe kjo kohë mori fund një ditë. Zoti është zemërgjer, duron, por nuk po vonon plotësimin e premtimit të tij siç shumë thonë se bën, po thjesht sepse Zoti do që sa më shumë të shpëtohen. Le të mos ankohemi për kohët e vështira, po ta shikojmë çdo ditë si një dhuratë hiri për t'i treguar dikujt për Krishtin, për t'i ndarë ungjillin dikujt. Më mirë, ardha e Krishtit nuk është vonesë, është mëshirë, do ta quaja. Është mëshirë. Mëshirë e Zotit. Çdo ditë që kalon është një ditë hiri në cilën mëkatarët mund të pendohen, të kthehen tek Zoti. Prandaj, për ne si besimtar sot, është e vërtetë, po kjo do të thotë që ne kemi ende kohë të shërbejmë Zotit, të rritemi në besim, ta çojmë ungjillin tek ata që nuk e kanë dëgjuar ungjillin. Ai po pret që njerëzit pendohen, po pret që kisha të kryejë misionin. Pret që ne t'i japim fryt. Edhe thot
zemërgjersinë e Zotit to llogariteni si shpëtim, sikurse ju ka shkruar edhe vllai ynë i dashur Paul sipas urtësisë që ju dha atij. Edhe dini çfarë thot Pietri këtu? Jo vetëm që e quan Paulin vëlla të dashur, por thot këtë gjë që po ju them unë e ka thënë edhe Pali në letrat e tij, edhe do ta shohim se ku e ka thënë Pali, po le të ndaloj pak këtu në lidhje me këtë predispozit të njeriut për të marrë shpëtimin, për t'i besuar Zotit, sepse gabimi që shumica e njerëzve bëjnë është që supozojnë që Perëndia është aq i durueshëm, është mjaftueshëm i durueshëm se ai do të pres gjithmonë do t'u jap një mundësi njerëzve për t'u shpëtuar. Le t'ju them tani që mund t'ju jap, mund të mos ju jap. Zoti nuk pret përjetësisht. Sepse shumë njerëz e keq kuptojnë këtë gjë, edhe të afërmit tanë që i kemi shumë të dashur ndaj mungjillit dhe mendojnë që po ka kohë, do të ketë kohë, më lejoni që të shijoj pak, ndoshta nuk ua thon me gojë, po më lejoni që të shijoj pak jetën, kënaqësinë e mëkatit dhe gjërat që unë dua, sepse ka kohë për t'i besuar Zotit, por nuk është kështu. Perëndia mund të kërkojë jetën tuaj brenda 24 orë. E doni të vërtetën apo jo? Si i tha Zoti atit të pamendit që po mblidhte ato thesare për të krijuar hambare të tjera për të futur bollëkun e prodhimit të tij, edhe tha, madje ai po fliste edhe me vete, i shkreti, aq i gëzuar ishte. Edhe por Perëndia i tha, i pamend këtë natë shpirti ju do të kërkohet, dhe ato që përgatitet kujt do të jenë? Kujt do të jenë? Prandaj Bibla thot, në kohë të pranueshme unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimit të ndihmova, ja tani është koha e pëlqyer. Tani është dita e shpëtimit, është sot. Tani është. Mos mendoni që Zoti gjithmonë do duroj, vjen momenti, thot mjaft më. Zoti vërtet është i durueshëm, por vjen koha që do të plotësimi i premtimeve të tij do të përmbushet. Kjo është e sigurt, edhe Pietri referohet Palit, ku i referohet Palit, sepse ai konsideron letrat e Palit si pjesë të shkrimeve të shenjta, edhe ashtu sikundër e lexuam ne që sikurse është shkruar, thotë sikurse u ka shkruar edhe vllai ynë i dashur Pal, sipas urtësisë që ju dha. Ku e ka shkruar Pali këtë gjë? Që zemërgjerësia e Zotit ta llogaritni si shpëtim, domethënë Zoti duron që është për shpëtimin tuaj. Ku e ka shkruar Pali një gjë të tillë? Se Pietri na e thot këtu. Po patjetër që e ka shkruar. Shikoni Romakët 2 dhe vargu 4. Pali thot aty kishës në Romi, thot apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, duke mos ditur që mirësia e Perëndisë të prin në pendim. A nuk po thot një njëjtën gjë Pali këtu? Edhe Pietri thot, edhe Pali e ka thënë, ta dini. Një gjë të tillë. Nuk po e them vetëm unë. Në qoftë se s'mu besoni mua. Edhe Pali ishte në frymëzimin e frymës shenjtë. Edhe aty flitet për durimin e Zotit që çon në pendim dhe shpëtim. Shikoni si shpreh Pali diku tjetër te letra e parë Timoteut kapitulli i parë, ndërsa jep dëshminë e tij, thotë kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për të pranuar plotësisht se që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër cilët unë jam i pari, prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të tregojë së pari në mua gjithë zemërgjerësinë. Gjithë zemërgjerësinë. Zoti është zemërgjer, është i durueshëm për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të, për jetë të përjetshme. Sa i mirë që është Zoti? Amen. Që është kaq i durueshëm me mua, është kaq i durueshëm me secilin prej nesh. Por kujdes. Si po e përdorim kohën? Ne duhet marrim parasysh kohën e gjatë që Perëndia ka pritur deri tani që njerëzit të shpëtohen. Por duhet jemi gjithmonë të zënë duke u përpjekur ta shpërhapim fjalën e Zotit. Tu tregojmë njerëzve. Më tepër se sa ta ankohemi për vështirësitë tona, le të përdorim këto vështirësi që të çojmë dikë te Krishti. Le ta përdorim çdo ditë si një mundësi hiri nga ana e Perëndisë, që të fitojmë dikë për Krishtin, që të bëjmë dishepuj. Edhe tjetra është të jemi të rrënjosur në shkrime. Shikoni si shprehet Pietri, thot si në të gjitha letrat e tij, thot duke bërë fjalë për Palin.
ku flet për këto gjëra, në të cilat disa gjëra janë të vështira për të kuptuar. Thot për letrat e palit. Ka disa gjëra aty, thot, në ato letra që ka shkruar, që janë të vështira për të kuptuar. Edhe thot, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembërojnë sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për humbjen e vet. Shikoni se ky varg është i jashtëzakonshëm. Jo vetëm që Pietri pranon që ato letrat e palit janë pjesë e kanunit të shkrimit, pjesë e shkrimeve, le ta them kështu. Para i thot, keni kujdes si u qaseni atyre shkrimeve. Keni kujdes se si u qaseni. Edhe dini çfarë do të thotë kjo? Kjo së pari, për ne që lexojmë Biblën e studiojmë Biblën, është një kurajim i madh. Dini pse? Sepse ne duhet të thellohemi në studimin e Biblës. Duhet ta studiojmë me kujdes fjalën e Perëndisë. Fjala e Zotit, fjalës së Zotit duhet t'i afrohemi me nderim. Edhe ai përmend dy kategori njerëzish aty, të cilët shtrembrojnë shkrimet. Edhe thot, cilët janë të parët? Të paditurit, apo kështu thot? Të paditurit. Nuk e ka fjalën për të parsimuarit. Jemi të qartë? Ju mund të thoni nga e diti. Po ja, për shembull te Veprat e Apostujve kapitulli 4, kujtohet Pietri dhe Gjoni që po i predikonin popullit, ishin aty edhe disa nga krerët e priftërinjve, edhe skribët, edhe ata u mahnitën me Pietrin, me Gjonin, edhe thanë që këta janë të pa arsimuar dhe të pa mësuar, ama i njohën sepse kishin qenë me Jezusin. Një njeri që është i pa arsimuar mësohet. Dakor? Mësohet. Ndërsa një që është i paditur këtu, është dikush i cili nuk ka themel në fjalën e Perëndisë. Është një njeri i cili me të vërtetë, nëse unë do t'i vija një fjalë, nuk kanë disiplinë në mësim, u mungon themeli. Në të vërtetë. Këtu futen ata që ne i quajmë rëndom mësuesit e rrem. Edhe këta shtrembrojnë shkrimet. Unë do t'ju marr shembull. Po janë edhe ata që quhen të paqëndrueshmit. Ata që nuk kanë spirancë morale, që për shkak sepse duan të justifikojnë mëkatin e tyre, jetën e tyre në mëkat, ata shtrembrojnë shkrimet dhe thonë, ja, thot kështu, ose citojnë vetëm ato vargje nga shkrimi që nuk i prekin në mëkatin e tyre. Këta shkojnë nga çdo herë doktrine që dëgjojnë. Edhe e kundërta është që një krishter është i themeluar në besim kur mëson dhe praktikon atë që thonë shkrimet e shenjta. Ndërsa njerëzit që janë të paditur dhe të paqëndrueshëm i marrin fjalët e shkrimit të shenjtë dhe i shtrembrojnë për interesin e tyre. I keq interpretojnë doktrina dhe kjo ka pasoja të rënda. Në fakt deri aty sa që mund të rrënojnë veten e tyre, ta çojnë në humbje, njerëz të pashpëtuar. Jo që humbin shpëtimin. Nuk e di, po në televizion ka vite në fakt që dalin ca tipa, për shembull që edhe përmendin vargje nga Bibla, o Zot të shkëputur jashtë kontekstit, i përdorin si të kenë qef ata. Si të kenë qef ata. Ore i shtrembrojnë shkrimet, i shkëpusin jashtë kontekstit, edhe njerëzit që i dëgjojnë thonë, wow, sa i ditur që nga ky. Ai është totalisht i paditur. Edhe unë them fjalën më të butë, ignorant nga shkrimet e shenjta. Po, dalin në mediat që kemi në këtu në Shqipëri, jo vetëm në botën, YouTube, patjetër. Ka plot të tillë. Edhe me autoritet, pa njohur Krishtin. Por si teologë e tjerë, lloj njerëzish që reklamojnë veten e tyre. Edhe Pietri thotë bëjnë për shkatërimin e vetes tyre. Nuk është shaka, interpretimi i gabuar i shkrimit nuk është gjë e lehtë. Nuk është gjë e lehtë, kujdes me fjalët e shkrimit. Kujdes me fjalët e shkrimit. Kujdes.
Kujdes me fjalët e shkrimit. Nuk duhet të mashtrohemi, por duhet të inkurajohemi që studiojmë edhe më shumë shkrimet, edhe më shumë fjalën e Perëndisë. Kemi kujdes kur e lexojmë, mësojmë Biblën. Me të vërtetë është fjala e frymëzuar e Zotit, që nuk duhet shpërfillur, nuk duhet shtrembëruar. Fjala e Zotit është autoriteti. Dhe Pietri na parembron, disa i shtrembrojnë shkrimet, disa përdorin doktrinë për interesa personale, disa largohen nga e vërteta. Edhe kjo ka ndodhur në kohën e Palit, për shembull te letra e 2 të Korintasve 2 dhe vargu 17, sepse nuk shtrembrojmë fjalën e Perëndisë si shumë të tjerë, por si prej sinqeritetit, por si prej Perëndisë, përpara Perëndisë flasim në Krishtin. Jeta jonë është e vërtetë përpara Zotit, nuk kemi pse të ndryshojmë shkrimet, sepse ne jetojmë me sinqeritet përpara Zotit. Njerëzit që duan të justifikojnë mëkatin e tyre shtrembrojnë shkrimet. Kjo është një arsye të paktën. Letra 2 të Korintasve 4 vargu 2, ne mohuam gjërat e turshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur në dinakri, duke mos shtrembruar as pak fjalën e Perëndisë, por duke shfaqur të vërtetën, ne rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndisë. Duke mos shtrembruar as pak fjalën e Perëndisë. Ne ecim në dritë, thot Pali. Ne ecim në dritë. E themi ashtu siç është fjalën e Perëndisë. Letra 2 Thesalonikasve, kapitulli 2 dhe vargu 2, të mos lëkundeni shpejt nga mendja, as të turbulloheni prej fryme, as prej fjale, as prej letre, gjoja të shkruar prej nesh, sikur të kishte ardhur dita e Krishtit. Shikoni që bëjnë mësuesit e rrem, profetët e rrem, thoshin atë kohë që disi është puna, ka ardhur Krishti. Ka ardhur. Pra, çfarë bënin? Atë ardhjen e tij fizike e spiritualizonin. Do të thotë që ardhja e Krishtit është frymërore, nuk është fizike. Jo, nuk ishte ardhur Krishti akoma. Edhe ata thoshin kështu është. Edhe thot Pali, mos u mashtroni. Nuk kemi shkruar një letër të tillë. Kishte profet të rrem në atë kohë, mësues të rrem. Prandaj ne duhet jemi të rrënjosur në studimin e Biblës. Ju kujtohet Pietri për shembull, edhe ai ishte duke mësuar në atë kohë. Mirë, po e dini çfarë bëri Pali te Galatasi 2? Ai shkoi edhe gjeti Pietrin duke bërë rëmuj kishën në Antioki, edhe i qërtoi, sepse ai nuk kuptonte misterin që hebrejt dhe jo hebrejt janë në një trup, janë një në Krishtin. Galatasi 2. Ndryshe sille me hebrejt, ndryshe me jo hebrejt. Edhe kur ishte midis tyre pastaj detyronte jo hebrejt të bënin disa gjëra që nuk kishin pse i bënin, sipas traditës së hebrejve. Edhe Pali e qortoi, edhe Pietri e pranoi gabimin e tij. Pietri ja këtu në vargun 16, ti kushtojnë vëmendje letrave të Palit, sepse të paditurit, të paqëndrueshmit i shtrembrojnë, thot, për humbjen e tyre. Kujdes me letrat e Palit. Janë pjesë e shkrimit, sikur se bëjnë me shkrimet e tjera. Do të thotë që dhe letrat e Palit janë pjesë e shkrimit të shenjtë. Ne duhet jemi një kishë biblike, jo emocionale, pa themel, jo si përfaqësore pa rrënjë. Në fakt, duhet ta lexojmë dhe studiojmë fjalën e Perëndisë. Kemi shumë për të mësuar. Unë vetë kur studioj Biblën, që kaloj orë studimi gjatë javës, shumë orë studimi gjatë javës. Bibla është një libër i pafund. Vërtet, unë kam shumë për të mësuar nga fjala e Perëndisë. Megjithëse them që kam mësuar shumë prap, kur futem aty them, o Zot, sa shumë ka ky libër, është i pafundëm vërtet. Bibla është libër i pafundëm, fjala e Perëndisë. Ne kemi nevojë ta mësojmë. Kujdes se mos biem. Shikoni vargun 17, Pietri thot, ju pra të dashur duke i ditur që përpara ruajuni, thot, se mos të tërhequr nga gabimi të pabezëve bini poshtë nga qendresa juaj. Edhe thot, ju pra të dashur, shikoni
çfarë dashurie Pjetrit, vërtet një dashuri baritore, domethënë nga ana e tij. Meqense i dini këto gjëra, tani jeni paralajmëruar. Jeni paralajmëruar. Zoti do të ndërhyjë një ditë. Gjithçka që bota ka idhull sot nuk do të ekzistojë më. Ne presim qej të rinj, një tokë të re ku banon drejtësia. Kjo përmbledh gjithçka. E Zoti do të jetojë me popullin e tij. I paralajmëron për rreziqet, se do të ketë mësues të rrem, disa shtrëmbrojnë shkrimet, bota e tanishme do të gjykohet, edhe ruajuni. Dhe përsëri keni një paralajmërim të ngjashëm nga palje. Shikoni te letra e parë Korintasve 10:12, prandaj ai që mendon se qëndron, le të shohë se mos bjerë. Edhe këtu nuk ka lidhje me humbjen e shpëtimit, fare. Ka lidhje me kujdes se mos biesh nga qëndresa jote. Duhet të qëndrosh, kujdes se mos rrshqasesh. Ky është kuptimi. Është nga qëndresa. Prandaj te letra e parë Korintasve 15, sepse Bibla duhet kuptuar në kontekst. Shikoni me vëmendje, aty thotë, prandaj o vëllezërit e mi të dashur, thot Pali, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Qëndroni në besim, qëndroni të fortë dhe të patundur. Letra e parë Pjetrit 5:9 thotë, atij kundërshtojini, duke bërë fjalë këtu për Satanin, thotë, të patundur në besim, sepse dini se të njëjtat vuajtje po heqin vëllezërit tuaj nëpër botë. Ta dini, ama duhet të qëndroni. Të jemi vigjilent, të jemi suçel, të ruhemi nga mashtrimet e të pabezëve, sepse kujdes thot Pietri, sepse ka disa që duan t'ju tërheqin. Duan t'ju tërheqin juve, t'ju largojnë, që të pengoni, që të bini. Ka njerëz të pabezë që jetojnë në mëkat, duan t'i tërheqin besimtarët drejt gabimit. Po në botën ku ne jetojmë sot. Edhe fraza mos bini nga qëndresa juaj tregon rrezikun që një besimtar po të mos jetë vigjilent, mund të lëkundet aq shumë sa të bjerë, të mos jetë më i qëndrueshëm. Kjo është ajo çfarë po thot Pietri. Mësimet e rreme luajnë rol, mësuesit e rrem ngatrojnë çdo njeri që i dëgjon ata dhe të dish për rreziqet para kohë është bekim. Sa mirë ne që mund të dim këto, edhe Pietri na paralajmëron dhe thot kujdes. Por të dish për rreziqet është një gjë, po të mos marrësh masa. Kjo është një gjë tjetër, pastaj që ndikon shumë keq për jetën tonë. Nëse nuk marrim masa. Vigjilenca është e domosdoshme. Mënyra praktike për të ruajtur është të qëndrojmë besnik mësimit të shkrimeve. Të provojmë çdo doktrinë që dëgjojmë me të vërtetën biblike. Të mos i lejojmë vetes shoqëri apo ndikime që na largojnë nga udha e Zotit. Sikundër e thash, vërtet kemi shumë për të mësuar këtu në këtë kish për fjalën e Zotit. Dhe askush mos mendojë që di mjaft. E kam fjalën edhe për ty që ke 30 e kusur vite në Krishtin. Vërtet kemi për të mësuar. Por ama le t'ju them një gjë, duke lënë më njanë modestin, jeni në vendin e duhur për të mësuar. E inkurajojmë leximin dhe studimin e fjalës në këtë kish. Pali na paralajmëron në të njëjtën mënyrë, shikoni pak, ruhuni nga qend thotë, ne kemi folur për këtë. Ka fjalën për profetët e rrem, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, ruhuni nga të prerët, ruhuni nga ata njerëz që flasin për vetëdrejtësi, që predikojnë mishin, veprat e mishit, edhe për ata që predikojnë vetëdrejtësi. Kujdes. Kolosianët kapitulli 2 dhe vargu 8, Pali thotë tregoni kujdes se mos dikush ju bën preneti me anë të filozofisë dhe mashtrimet kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit. Kujdes, mos e nxirrni Krishtin jashtë tablos së jetës tuaj. Edhe fusni çfarë thot filan njeri, çfarë thot filan analist, çfarë thot filan filozof, çfarë thot filan psikolog apo psikanalist apo çfarë do psiko që mund të jetë. Pra nga studimi i saktë i Biblës nuk kemi për të mashtruar nga këta mësues të rrem, nuk diskutohet, por Jezusi kthehet për të na gjykuar, ai pret të shohë nëse kemi qëndruar fort deri në fund apo kemi hequr dorë për gjatë rrugës. Rrëshqitja frymërore, edhe nuk do të zgjatem shumë këtu, ndodh rrallë papritur. Zakonisht është një kompromis i vogël, mund të jetë një ftoje e heshtur, një mospërfillje e vogël, një lutje lënë pas dore, një shërbes e shtyr, një mëkat i toleruar.
derisa zemra një ditë ngurcohet. Edhe nuk e ka më atë zjarrin e fjalës Perëndis. Prandaj Pietri thot, runi, zgjoni, mbroni. Keni kujdes, prisni sepse premtimi i Zotit do të vi. Jetoni të papërlyer, të pastër, të patmet, të paqortueshëm, në paqe me Zotin dhe me njëri tjetrin. Dhe së fundi, të rridhemi në hirin dhe në njohjen e Krishtit. Shikoni me vëmendje vargu i fundit i këtij pasazhi, Pietri thotë, po rridhuni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Atij qoftë lavdia tani dhe për jetë. Amen. Rritja shpirtërore. Dini, nëse unë do të përmendja një fjali këtu në fund për t'i vënë vulën, gjithçka do të ishte kjo që mënyra më e mirë për të mos rënë është të rritemi. Mënyra më e mirë që të mos rrëzohemi është të ecim përpara. Lëreni bicikletën, pa mbajtëse do të bjerë. Hipi sipër, merr shpejtësi, ec përpara, nuk do bjerë vetëm qofse do kesh ti problem apo të del ndonjë gjë përpara. Ndonjë pemë apo ndonjë gjë çfarë do që të jetë. Ec përpara. Rritu dhe nuk do rrëzohesh. Rritu e nuk do të rrëzohesh. Këtë po thot Pietri, thot rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Atij qof lavdia, amen. Atij qof lavdia. Çfarë do thotë të rritesh në hir? Do thotë që të marrësh më shumë hir nga Zoti? Në fakt Zoti jep hir dhe pa diskutim, por do thotë që të rritesh në hir, do thotë që të jetosh në faljen e Perëndis. Të marrësh faljen e tij, fuqinë e tij, durimin e tij, dhe di çfarë do të thotë të shtriqesh. Ti kur çohesh në mëngjes nga gjumi, shtriqesh edhe më shumë në besim, në dashuri, në mirësi, në durim, në paqe, në vetkontroll, gjëra që ne i morëm falas. Po u pagua një çmim. Po këto gjëra ne i morën falas. Fryti i frymës së shenjtë në jetën e një besimtari. Jo vetëm të presim Krishtin, por të rritemi në Krishtin. Rritja jonë nuk është pasive, është aktive. Rritja nuk është opsion, është provë e jetës. Efezianët 4, 14, 15 që të mos jemi më foshnja, të hedhur andej këtej dhe të çuar aty këtu nga çdo erë doktrinës nëpërmjet mashtrimit të njerëzve, dinakrisë të tyre që me dredhi çojnë në gabim, thot, por duke thënë të vërtetën me dashuri. Të vërtet dhe dashuri, thot aty. Të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti. Të vërtetën me dashuri. Këtu Pietri thot në hir dhe në njohuri. Në hir dhe në njohuri. Hiri ka lidhje me dashurinë, nëse do të bëja një analogji, edhe e vërteta ka lidhje me njohurinë. Edhe gjithmonë e kemi ekuilibrin. E dini ku është ekuilibri? Shikoni ku është. Ekuilibri. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdia e vetëm lindurit nga hati, plot hir e të vërtetë. Duket sikur hirin e ka marrë nga Pietri Gjoni, edhe të vërtetën nga e ka marrë? Nga palit e Efezianët 4 që ne thamë. Ndërkohë që Pietri thotë rrituni në hir dhe në njohjen e Zotit, pali tha të rrithemi duke thënë të vërtetën me dashuri. Dhe Jezusi tani te kryqi i tij kemi hirin e tij. Kemi hirin dhe të vërtetën. Krishti mishëroi dhe i tregoi në kryq. Hirin dhe të vërtetën. Po ai është mishërimi i hirit dhe të vërtetës. Ai është mishërimi. Kështu që kur ne sa më shumë të rritemi në Krishtin, aq më shumë do ta kemi këtë ekuilibër në hir dhe në të vërtetë. Mund të kesh një uri të fryhet koka kaq.
edhe s'ke dashuri për të tjerët. Vetëm krekosash. Vetëm krekosash. Ndërkohë që duhet ta balancosh këtë njohuri që Zoti ka dhënë me dashuri, me hir. Mund të kesh dashuri, sa i bukur kjo, sa e mirë kjo, sa e dashur kjo, edhe mund të shkosh 10 kilometër larg nga standardi i dashurisë, që është e vërteta. Ka shumë njerëz thotë që kjo është dashuri, duke edhe epshin e quajnë dashuri. Dashuria biblike ka standard. Ka shumë gjëra që mund të duken sot të dashura, frymërore, por nuk janë biblike. Kujdes. Në hir dhe në të vërtetë. Ta themi të vërtetën me dashuri. Ky është ekuilibri, prandaj ne duhet të rritemi. Nuk kemi nevojë të rrim si fëmijë, por më mirë të rritemi. T'ju them dhe një gjë të fundit, asnjë besimtar nuk rritet frymërisht. Asnjë besimtar nuk rritet frymërisht, nëse nuk kalon kohë me këtë libër. Asnjë besimtar nuk mund të njohë Krishtin edhe më shumë, në rast se nuk kalon kohë me këtë libër. Kështu që kujdes. Duhet ta mbajmë këtë ekuilibër sikundër e pam, por Pietri thot, në fakt shikoni sa e bukur është. Unë nuk e kam pasazhin këtu t'ju tregoj, por nëse do të lexoni vargjet tek letra e dytë e Pietrit kapitulli i parë, do shikoni aty ato 7 hapa të rritjes. Pietri thot, ne kemi marrë trashëgimi natyrën hyjnore të Perëndisë dhe thot, duhet i shtoni besimit tuaj. E hap dikush, nëse ke Biblën për kollaj, vargu 4 ose 5, mos gabohem, letra e dytë e Pietrit kapitulli i parë. Po, mund ta lexosh me zë të lartë, 2 vargje duhet jenë aty. Më fal, duhet jetë letra e dytë e Pietrit kapitulli i parë. Se kjo ishte letra e parë e Pietrit kapitulli i parë, apo ja? Kjo është letra, duhet të shtojë dyshin. Edhe ashtu thashun, ku janë vargje, kanë ikur vargje do. E kupton tash. S'ka problem, prandaj jemi këtu që kemi shumë dëshmitar. Ëh. Po. Po janë 7 gjëra që duhet i shtojmë aty, edhe fillon me besimin. Besimit tuaj duhet i shtoni virtytin dhe virtytit duhet i shtoni njohurinë, e fillon me radhë deri me dashurinë vllazërore dhe më pas me dashurinë. Është si thua plotson, shkon deri tek përsosmëria. Hapa të rritjes si një besimtar. Edhe Pietri thotë duhet të rriteni. Duhet të rriteni. Edhe nëse këto gjëra gjenden në ju thotë dhe shtohen, ja lexo cili ishte vargu i fundit që lexove? 7. Ky është vargu 8. Shikoni vargun 8. Dhe nëse këto gjëra gjenden në ju dhe ju shtohen, gjenden në ju dhe shtohen, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac. Pra nuk jeni pasiv, ndërkohë që prisni Zotin. As të pafryt në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Edhe Pietri thot aty që rritoni në hir dhe në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Rritoni, u thot besimtarëve. Rritoni. Kur ju rriteni, nuk do të bini. Nuk do të bini. Kjo është ajo çka mësojmë. Edhe kështu ne kemi mundësi të lavdërojmë Perëndin te Gjoni kapitulli 15 vargu 8, vargu i fundit sot. Në këtë është për lëvduar atë im të jepni shumë fryt dhe të bëheni dishepuj të mi. Zoti dëshiron që ne të rritemi. Edhe Zoti t'japim lavdi. Amen. Vargu 18. E kemi këtu vargun 18, duhet të shkojmë, po, ku e kemi vargun 18? Rritoni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, atij i qoftë lavdia tani dhe përjet. Amen.
Krishtit i qoftë lavdia tani dhe përjetë. Amen. Ati i qoftë lavdia. Perëndia atë në 10 e vjetër nuk e jep lavdinë e tij askujt tjetër. Po ja që Krishti e merr dhe e ka lavdinë për jetë. Sepse Krishti është Perëndia. Krishti është Perëndia. Edhe ati i qoftë lavdia për jetë. Gjithçka që bëjmë në këtë jetë, në këtë tokë, në këtë botë, derisa Jezusi të vi, qoftë për lavdinë e tij. Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër thot Pali, të gjitha ti bëni për lavdinë e Perëndisë. Jezusi është i denjë të marr lavdi nga jeta e secilit për ne. Le të ulim kokën, gjithun kam disa pyetje. Si po jetojmë derisa Jezusi të vi? Pietri thot, jetoni të pastër. A ka ndonjë mëkat të fshehtë që ushqen? A ka ndonjë ves apo varësi, qoftë gënjeshtër, zemërim, fjalë të pajishme, lakmi, pa moralitet, që e ke justifikuar? Kjo është koha për pendim të sinqert. Dhe ti thoni Zotit, Zot, unë pendohem. Pietri thot, jeton paqe. A mund të kontrollosh marrëdhëniet e tua? A është dikush që ti si flet prej kohësh për shkak të ndonjë grindje? A mban mëri apo idhësi ndaj dikujt që të ka lënduar? Jezusi na thret të falim siç na fali ai. Shko, foli, qofse nuk është këtu, telefonoj. Lër një takim me të. Let na gjej Zoti duke ndërtuar paqen. Të mos jetojmë në peshën e fajit të së shkuarës, por në gëzimin e shpëtimit. Pietri thot, jini vigjilent, presim ardhjen e tij. Çfarë po bëj unë me kohën që Zoti më ka dhënë? Apo e përdor atë vetëm për vete, për planet e mia personale, apo po investoj në mbretërinë e Perëndisë? Angazhohu në shërbesën e Zotit, përfshiu diku. Në rast se nuk mundesh, inkurajo dikë. Thuaj atij fjalë inkurajimi, ndërtoje në besim dikë. Ndaj ungjillin me dikë. Jepi dikujt një fletushk, jepi një Bibël. Sfido veten të bësh diçka konkrete, lutu. Rritoni. Si mund të rritemi? Vëri një detyrë vetes, lexosh gjithë Biblën brenda vitit. Mundesh? Ushqeje shpirtin me gjërat e perëndishme. Vendos disa zakone të perëndishme, javore, ditore, leximi rregullt i Biblës, kohë veçantë, lutje personale, pjesëmarrje aktive në jetën e kishës. I dishepull i Krishtit, bëj dishepull. Investo ato gjëra që Zoti ka mësuar tek jeta e dikujt. Këto ushtrime shpirtërore na ndihmojnë të jemi të panjoll dhe të patëmet, sepse fjala e Perëndisë na pastron. Na pastron dhe lutja na mban të lidhur me burimin e shenjtërisë që është vetë Zoti. Sepse ai po vjen. Zoti po vjen. Dhe kur të na vi, le të na gjej gati. Le të kemi gëzim dhe qëndrueshmëri në prova, duke ditur se Zoti po vjen. Një stil jete i përditshëm. Por ju që jeni prindër, edukojeni fëmijët me këtë shpresë. Flisni me ta për këtë gjëra. Bëjeni temën Jezusi do të kthehet një pjesë të bisedave në familje. Që fëmijët të rriten me këtë vetdije dhe të mos e duan botën më shumë se sa Zotin. Zoti është i shenjtë. Edhe ai do të vi. Nëse jeni këtu sot për herë të parë, na keni nderuar me ardhmën tuaj, ne jemi shumë të gëzuar që jeni midis nesh. Po un kam një pyetje për ty. Nëse do të kuptoje jetën tënde si je tani përpara një Zoti të shenjtë, a mund të pranosh që ke shkelur ligjin e Perëndisë? Dhe shkelja e ligjit është mëkat. Mëkat është të gënjesh, të vjedhësh, të mashtrosh, të shkelësh kurorën, të vrasësh dikë. E kemi përmendur, vrasja është edhe kur urren dikë, jo thjesht ta kesh vrarë, ta vrasësh fizikisht. Nuk ka asnjëri pa mëkat, thuhet në fjalën e Perëndisë. Edhe mëkati është shkelja e ligjit. E po ti je i sinqert me veten, ke shkelur ligjin e Zotit. Edhe meriton një dënim. Qejtë dhe toka do të shkatërrohen një ditë, por shpirtat e njerëzve do të shkojnë në liçen që digjet me zjarr dhe squfur, thot fjala e Perëndisë. Që është një ndarje e përjetshme e shpirtit tënd nga Zoti.
A e do një dënim të përjetshëm, apo do jetë të përjetshme me Zotin? A i erdhi për ty, për të dhënë dhuratën e jetës. A i vdiq në kryq, pagoi derdhi gjakun e tij, që mëkatet e tua të laheshin. Edhe mund t'i thuar sot Zotit, Zot Jezus, faleminderit që erdhe në tokë dhe vdiqe në kryq, në vendin tim. Unë besoj që ti derdhe gjakun aty për mëkatin tim. Më fal Zot, sepse jam mëkatar. A mund t'i thuash aty thuaj? Zot Jezus, jam mëkatar. Pranoj që ti erdhe Perëndia në trajt njerëzore, edhe more dënimin e mëkatit në trupin tënd. Faleminderit që derdhe gjakun në kryq për mua. Faleminderit që ti vdiqe, u varose dhe u ringjalle për mua. Zot Jezus, merre jetën time. Unë të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Përdore jetën time për lavdin tënde, Zot. Në emrin tënd të lutem, Zot Jezus. Amen. I lutem, le të mbajmë kokën ulur. Kam disa pyetje tjera. Për ju që i keni besuar Krishtit, a mund të thoni Zotit sot, Zot, unë dua që derisa ti të vish, jeta ime të jetë një bekim për ty. Unë dua të jem kënaqësia jote, Zot. Që në mëngjes kur çohem nga gjumi, e në hirin tënd, në paqe do të fleh, në paqe do të ngrihem. Edhe Zot, jeta ime dua që të jetë për ty, për lavdin tënde. Më përdor. Dua të jemi pastër i papërlyer në paqe, Zot. Por dua që t'u tregoj të tjerëve për paqen. Ti pajtoj njerëzit me ty. A mund të më përdorësh, Zot? Duke ditur që kjo botë nuk ofron asgjë. Nuk të mbush shpirtin. Zot, faleminderit sepse ti mbush shpirtin. Nëse Zoti ka folur sot, a mund t'i thuash atij, Zot, unë dua ta bëj këtë gjë, edhe unë do të lutem. O, të faleminderit për këtë ditë, faleminderit për fjalën tënde, Zot, faleminderit për të vërtetën, Zot. E vërteta të na çliron shpirtin, Zot. Na bën të lirë. Faleminderit që mund të jetojmë për ty, të duam ty, Zot. Faleminderit për paqen që ti mbjell midis nesh. Faleminderit për hirin dhe për të vërtetën, Zot. Jemi shumë mirënjohës ty për veprën tënde në kryq. Faleminderit që ne mund të përcjellim dashurinë tënde, Zot, ndaj botës pa shpëtuar, për dhënë ty lavdi. Zot, faleminderit për ato zemra të hapura, që me sinqeritet u lutëm përpara teje, qoftë dikush për shpëtim, po dhe dikush për shenjtëri, Zot. Lutem që ti të marrësh lavdi nga jeta e secilit prej nesh. Unë të falenderoj, Zot, për këtë ditë, të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus.